Një ngjarje e paprecedent ronditi shtëpinë e Big Brother, teksa Jozit ju komunikua largimi nga gara dhe ai po përgatitej të dilte nga shtëpia, situata mori një kthes dramatike. Në një përpjekje për të treguar skenën famoze, Gjesti tentoi t'i hapte derën Jozit për ta shoqëruar në dalje, por ky gjest u keq interpretuar rënd. Jozi reagoi ashpër duke e konsideruar si fyerje veprimin e Gjestit dhe në një moment tensioni të lartë e goditi me forcë me shuplak duke thënë: "S'ka linda i bir nane që ma hap derën mu." Pas goditjes, Gjesti humbi ekuilibrin dhe ra në tokë, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe stafit të produksionit. Situata e rënduar detyroi menjëherë thirrjen e njësisë emergjente për të ofruar ndihmë mjekësore. Emisioni ndërpreu transmetimin dhe kaloi me urgjencë në publicitet, ndërsa publiku dhe ndjekësit në rrjetet sociale shpërthyen me reagime të forta, duke dënuar incidentin dhe kërkuar masa të menjëhershme ndaj Jozit. Ngjarja ka trazuar rrjedhën e edicionit dhe pritet që produksioni të marrë vendime të forta në vijim për të qetësuar situatën dhe për të garantuar sigurinë e banorëve brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.